dashur qytetar të Skënderajt, të nderuar mysafir dhe struktura të Partisë Demokratike të Kosovës, të nderuar kandidat dhe kandidate për deputet, i nderuar një koqir i kësaj mbrëmje, kryetari komunës së Skënderajt, zoti Samelu Shtaku. I nderuar kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës dhe kryeministër i ardhshëm i Kosovës, zoti Bedri Hamza. Zonja dhe zotrin, mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur në këtë tubim të madh qytetar këtu në Skënderaj, në bastionin dhe zemrën e Partisë Demokratike të Kosovës. Sonte edhe nga Skënderaj vazhdojmë prezantimin e vizionit tonë për Kosovën, vizionit të bashkimit politik dhe shoqëror, vizionit të stabilitetit dhe zhvillimit, vizionit për ta quar Kosovën përpara me Bedri Hamzën, kryeministër. Partia Demokratike e Kosovës vjen para qytetarëve me unitet, me program dhe me përgjegjësi për të ardhmen e vendit. Andaj, pa humbur kohë, kam kënaqësinë dhe nderin ta ftoj në skenë një koqirin e kësaj mbrëmjeje, kryetarin e Degës dhe kryetarin e komunës së Skënderajt, zoti Samelu Shtaku. Thoqë. Faleminderit shumë. Të nderura dhe shumë të respektuara familje dëshmorëve, invalid e veteran të luftës në ushtrisë shqiptare të Kosovës. Të nderuara familjet e martirëve. I nderuri kryetari i Partisë Demokratike dhe kryeministri i ardhshëm i Republikës Kosovës. Qytetar të Drenicës, mirë se keni ardhur. Mërgjimtar, mirë se keni ardhur në Drenicë, mirë se keni ardhur në Kosovë. Se një mujt ditë, shpi më shpi, o dëmut, jemi taku bashkë, kemi komuniku bashkë. Du që t'ju falenderoj shumë që ju se 25 vjetë e keni përkra dhe keni qenë me Partinë Demokratike. Vërtet është kënaqësi, është nder, është privilegj me qenë kryetari i komunës sonë. PDK. E nderura familje Thoqët, e nderura familje e Kadri Veselit dhe Jakub Krasniqit. Do një koci falenderoj shumë që sot po të shoh këtu e përmes teje du që t'i falenderoj gjithë ata që i kanë dhënë shumë edhe Kosovës, po edhe Partisë Demokratike. Me folë për Partinë Demokratike në Drenicë,
Menoj që mas pakti duhet na me folë për te, sepse folë Partisë Demokratike nivel qendror dhe Partisë Demokratike këtu në Kosovë e kemi bon ndryshimin e madhë bashkë me juve, bashkë me qytetarët e Kosovës. Nuk isha pas qef me ardhë një kryeministër dhe me trajtu Mitrovicën apo Drenicën ma mirë se komuna tjera. Ne dëshirojmë që ta kena një kryeministër të Kosovës, po jo të komunave dhe të regioneve të ndryshme. Prandaj ky është Bedri Homza, i cili do t'jetë kryeministër i vendit tonë. Asnjëherë nuk isha pas dëshirë që ky me konë kopje e kryeministrave tjerë. Është letë, është shumë letë, nëse shohemi Partinë Demokratike një nënë dhe këtë qeveri nikje në nënën tjetër. Partia Demokratike i numëron rezultatet. Kurse partia vetëvendosje, përqarje, mos punë, mos angazhim dhe vetëm përqarje. Përqarje dhe vetëm përqarje. Prandaj, qytetarët e Drenicës e po besoj edhe qytetarët e Kosovës kanë me vlerësu programin e Partisë Demokratike, kanë me vlerësu shumë komunikimin e Bedri Homzës. Është një komunikim njerëzor. Ky nuk flet për përqarje, ky nuk shon, nuk fyn, po ky ka ofru program dhe qysh edhe në muajin e parë, edhe në dytin, po edhe vitin e parë, çka ka menduar në Kosovë. Nuk isha pas dëshirë, asnjëherë. Me ardhë një kryeministër, i cili nuk e trajton Drenicën, e cila në gjitha etapat e saj ka dhonë gjak, ka dhonë mund, ka sakrifiku gjithçka për këtë vend. Ne e di që edhe na kanë shoka pak, ka njerë edhe shumë besa, edhe na kanë fy, me gjithat jemi përpiq me qenë kujdesshëm. Unë ma pak, kurse Partia Demokratike ma shumë. Ne nuk flasëm për të tjerët shumë, po kena kujdes edhe ndaj zagarëve edhe ndaj zagericave. Kryetare di që nuk pëlqen, po vërtet ata që i shojnë e fynë gjakun e derdhën. Ata që shojnë ushtarët e ushtrisë shqiptare të Kosovës, unë menoj që njëherë e përgjithmonë duhet me thonë stop. Stop, sepse kjo vërtet nuk ka asnjë kuptim. Unë në Drenicë nuk kam nevojë shumë me folë, sepse folin veprat e Partisë Demokratike, folin veprat tona. Me rast du që të falenderoj edhe kryetarin apo ish kryetarin në komunës zotin Fadil Nura për punën dhe angazhimin e saj. Kryetar, falenderit shumë kryetari partisë që po na bën muni tepër mirë. Falenderit shumë pejteje për angazhimin dhe punën që je ka e bën me ekipin tënë. Du që të falenderoj kryetarin Memli Krasniqi, një cili vërtet ka qenë një kryetar i cili ka qenë shembull se si duhet edhe me punu, po edhe me lëshu rend, dhe unë menoj që është shembulli më i mirë i mundshëm. Unë edhe një herë qytetar të Drenicës, mërgjimtar, falenderit shumë që jeni me Partinë Demokratike, falenderit shumë që jeni këtu sot me neve. Falenderit shumë. Të dashur të pranishëm,
Tani është momenti të përshëndesim kandidatët e Skënderajt për deputet, profesionist të shquar dhe përfaqësues të denjë të interesave të qytetarëve. I ftoj të ngrihen në këmbë në momentin që ua lexoj emrat. Me numër 9, Sala Jashari. Me numër 11, Jakub Nura. Me numër 12, Ganimete Musliu. Me numër 13, Blerta Deliu Kodra. Me numër 15, Përparem Gruda. Me numër 18, Ariana Musliu Shoshi. Me numër 35, Gjevahir Geci. Me numër 24, Ilir Murtezaj. Me numër 52, Gëzem Qerime. Me numër 77, Shahen Dervishaj. Me numër 79, Musli Gucati. Me numër 100, Mërgim Lushtaku. Me numër 109, Bekem Haxhiu. Dhe listën e përmbyll kandidati ynë me numër 110, Abelard Tahiri. Juftoj të gjithve që t'i mbështesni dhe të bëheni ambasador të zgjedhjes së tyre si deputet në Kuvendin e Kosovës. Të dashur të pranishëm, tani para jush do të shfaqim një video të shkurtër, por me mesazh shumë të qartë. 5 zotimet kryesore që përfaqësojnë vizionin e kryeministrit të ardhshëm të Republikës së Kosovës, zotit Bedri Hamza. Me nder të veçantë, juftoj ta mirëprisni me një duartrokitje të fuqishme kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës dhe kryeministrin e ardhshëm të Kosovës, zotin Bedri Hamza. Mirëmbrëma Drenic, mirëmbrëma Skënderaj. I nderuari kryetar i degës Partisë Demokratike, kryetar i komunës së Skënderajt, zoti Sami Lushtaku. Të nderuara kandidate dhe kandidat për deputet në Kuvendin e Republikës Kosovës. Të nderuara familje dëshmorëve, invalid luftës, veteran, gjithë ju të pranishëm, zonja dhe zotri. Sonte jemi mbledhur në Drenic. Sonte jemi mbledhur në zemrën e Kosovës. Sonte jemi mbledhur në Drenicën e Ahmet Delis, Shaban Polluzhës, Tahir Mejes. Sonte jemi mbledhur në Drenicën e Shaban Homz Jasharit. Sonte jemi në Drenicën e herojve. Ju falënderit nga zemra për këtë takim kaq madhështor me kaq energji. Shumë e respektuar familje Thaçi, familje Veseli, familje Krasniqi. Sonte jemi mbledhur në Drenicën e Hashim Thaçit, njeriu
burrit që i dha zë, u qëkës në botë, që u dheqi Kosovën drejt pavarësisë, që ngriti flamurin e shtetit tonë me skombeve të lira. Sonte jemi në Drenicën, ku ishte shtëpi e dytë e Kadri Veselit. Sonte jemi në Drenicën e Jakub Krasniqit, Recep Selimit, që ende vazhdojnë të mbohen në Hagë dhe të përballen me një proces të padrejt, po jam i bindur në pafajësinë e tyre dhe që ata shpejti do t'jenë të lirë dhe do t'jenë mesin tonë Kosovën e tyre. Sonte jemi në një palestër e cila e mbon emrin e herojt madh Ilas Kodra. Dhe nuk kem se qysht flasëm ndryshe për këta njerëz, për këta heroj, përveç se me respekt derin për ullje. Nuk ka qysht fillon programi im pa fillu me kategorin ma meritore, kategorit e dalura nga lufta. Për gjitha familjet e dëshmorve, rritje të pensioneve 50%, do të morrin aq pensione sa ka dëshmor një familje. 50% rritje për invalidët e luftës dhe i garantoj i siguroj trajtim shëndetësor, sa herë që kanë nevojë, brenda dhe jashtë institucioneve shëndetësore të Kosovës, pa qenë barë për invalidët e luftës. Ata dhanë gjithë shka për Kosovën, ata i dhanë edhe gjymtyr dhe ne do t'ju qëndrojmë dhe do t'ju rrim mbrapa. 50% rritje për veteranët e luftës, për ma tepër njohje e të drejtës që me punu në sektorin privat pa ju cenu e drejta në pension. Ne kujdesemi edhe për ata që kanë dhonë gjithë shka për këtë vend, kanë kontribue shumë për këtë vend, kanë rritë gjeneratat e tëra për kategorinë e pensionistëve, rritjet pensioneve për gjitha kategoritë e pensionistëve, 50%. Për ma tepër të pensionet kontributdhense, për shkallëzimi pensioneve si pas kontributeve edhe viteve të punës të kalura. 50% rritje edhe për familjet në asistencë sociale dhe gjithë ata që realizojnë pagesa përmes buxhetit Kosovës. Ne kujdesemi edhe për fëmijët e pensionistëve, edhe për fëmijët e veteranëve, edhe për fëmijët e dëshmorëve, që sot kontribojnë me dije dhe djersën e tyre në rritjen dhe zhvillimin e Kosovës. Rritje për 50%, për pagat, për mësues, profesor, arsimtar, mjek, punëtor shëndetësor, zjarfiks, ushtar, polic, shërbys civil, për 85.000 njerëz që realizojnë paga përmes buxhetit Kosovës. Për neve, arsimi është perspektiva, arsimi është ekonomia, arsimi është e ardhmja Kosovës. Do të krijojmë fondin për bursa, 30 milion bursa në vjet për gjithë vajzat dhe djemt që mos ngelin pa rrit me kry për studimet, pa e përfundu ëndrrën e tyre që ta përfundojnë një fakultet dhe të kvalifikohen për tregun e punës. Qerdhe gjithandej Kosovës, infrastrukturë moderne, digitalizim i sistemit arsimor, shëndetësi me pacientin në qendër, investim në infrastrukturën shëndetësore, sigurimet shëndetësore dhe mbi gjitha personat e moshuar, personat me smundje kronike, i garantojmë dhe i sigurojmë që do të kenë furnizim me borna pa pagesë. Drejtësi për gjithë, jo përzirjet politikës në drejtësi, po shtetin funksion drejtësisë, ma shumë gjyqtar, ma shumë prokuror,
më shumë bashkëpunëtor profesional që të shkurtohet koha e trajtimit të lëndëve në gjykata. Sigurisht se për neve siguria është tepër e rëndësishme, Kosova do të jetë e sigurt prej çfarë do sulmit mundshëm antarësimi në NATO, e cila është garancë për stabilitetin, sigurinë, tërësinë territoriale të Kosovës. Antarësim në Këshillin e Evropës, antarësim në shumë organizata tjera ndërkombëtare dhe njohje edhe nga 5 vendet e BE-s, antarësim në BE. Unë nuk ndihem ma mirë se këtu askun. Unë jam vendlindjen time. Jam mesin e njerëzve të mi. Jam në shtëpinë time. Nuk do të ketë situatë kur Drenica, Skenderoj, do të ketë investimet zero nga pushteti qendror. Do të kthehen investimet në Drenicë, do të përfundohen projektet dhe do të nisin e të përfundohen edhe shumë projekte tjera të reja edhe në Drenicë edhe gjithandej Kosovës. Bashkëdhetar të nderuar, e di që janë festat e fund vitit. Mirë se keni orë në Skenderaj, mirë se keni orë në Drenicë, mirë se keni orë në shtëpinë tuaj, mirë se keni orë në Kosovën tuaj. E di që ju jeni gëzu, e di që të gjithë ne jemi gëzu dhe jam i bindur që do të kalojmë shumë mirë. Po edhe jam i bindur që ju do të votoni Partinë Demokratike të Kosovës numrin 130. Fitoria e jonë në gëzon gjithë neve, ju gëzon juve, po t'jeni të bindur edhe të bindur, që i gëzon edhe mishton, edhe mishte juaj, presidentin Hashim Thoqi, Kadri Veseli e Jakub Krasniqi. Në vizitën time të fundit të Hog, një ditë para se me fillu fushata, mesazhi tyne ka qenë i qartë, të bashkuar përpara drejt fitores të Partisë Demokratike të Kosovës. Prandaj, kështu mënyrë masive, mënyrë festive, mënyrë solemne, gjithë mobilizuar, me 28 dhjetor, me mëngjes, me dol drejt kutive të votimit, me votu numrin 130, Partinë Demokratike të Kosovës, urime, fitore, suksese, faleminderit shumë. Faleminderit shumë.